Punëtorët shëndetësor në Spitalin Rajonal të Ferizajt bashkë me disa kolegë të tjerë do të protestojnë nesër për 30 minuta para këtij spitali. Në njoftimin për protestën e paralajmëruar, thuhet se do të shprehin pakënaqësi për mungesën e kushteve bazike të punës, vonimit të ndërtimit dhe funksionalizimit të spitalit të ri, si dhe për mungesë të investimeve në infrastrukturë dhe pajisje shëndetësore. Linda Fetau Krivanjeva, njëra prej organizatorëve, ka thënë sot se punëtorët shëndetësor të gjitha institucioneve publike në Ferizaj po përballen edhe me mungesë të stafit shëndetësor, mbi ngarkesë në punë, duke spikatur gjithashtu mungesën e sigurisë dhe të sigurimeve shoqërore. Fatkeqësisht, arsyet për me ardhur tek ky vendim është se nuk po kërkojmë na avancim ose digitalizim të sistemit, kemi ardhur kërkesa minimale, të cilat nuk është e rëndësishme, edhe sa e kemi rrogën, sa e kemi koeficientin. Tashmë kemi ardhur në pikën ku kërkojmë higienë në vendin e punës, kërkojmë hapësirë të mjaftueshme për me operu për punën tonë. Ajo ka treguar edhe arsyeën pse është zgjedhur motoja Bardhë e Zi për protestën e nesërme. Bardhë është për shkak se ne si profesionistë shëndetësor punën tonë mundohemi ta kryejmë në suazat e protokolleve, suazat e dinjitetit që ne edhe humanizmit që i ofrojmë pacientëve, po Zi cekët për arsye që sistemi në përgjithësi shëndetësi në Kosovë e ka kapur një smundje e brendshme. Kur tham smundja e brendshme, është smundja nga sistemi, nga politikat, nga nepotizmi, nga pameritokracia e cila i marrin pozitat njerëzit që duhet me na siguru mirëqenien, duhet me na siguru infrastrukturën e nevojshme. Kjo është një ndër problemet që shëndetësia bashkë me neve dhe qytetarët po prekën edhe do të kenë shumë probleme funksionalizimin e qëllimeve për shërimin e qytetarëve. Fetau Krivanjeva u ka bërë thirrje jo vetëm kolegëve të institucioneve shëndetësore publike, por dhe qytetarëve të Ferizajt që të bashkohen nesër në protestën për kushte më të mira.